Përshëndetje njerëz, jena rikthyer me vlogin e radhës. Kësaj here kena dalë jashtë kufive. Prej Maqedoni kena ardhur te shtetas fqin që i kena, domethënë për momentin gjendemi në Greqi. Kena ardhur Greqi vikend me shëtit pak, po të kohë me shfrytzu rastin me bo edhe një vlog. Pra jena këtu në Selanik dhe Saloniki. Kena mi bo një review pak qytetit këtu në qendër që jena. Gjatë ditës tani me aktivitetet e tona, keni me pasë që kena me bo edhe jo. Rrini me neve edhe mos harroni me ja bo like kësaj videos. Më njerë poshtë like, 1000 like atë mrina shpejt e shpejt. Këtu për mas e kam një anije, po ne nuk kena me ip në anije. Kena me bo si fillim review qytetit. Hajde! Nuk e di për juve, veçone kur shot deti qetësona. Ma pushon trunin, nuk e di, ma jep një energji të mirë. Nëse edhe ju e keni këtë ndjenjë kur shifni ujë deti, shunin koment se bashkë du me ditë se çish ndini edhe jo kur shifni deti. Yes, këtu mrapa meje është një kull e cila thirret kulla e bardhë. Është ndërtu diku shekullin 15. Kjo kull fillimisht u ka përdorur edhe si mbrojtje për qytetin. Domethënë kohën kur ka pas lufta, këtë kull e kanë përdorur sikur për sistemim të mbrojtjes. Kjo kull u ka përdorur edhe si burg, më para është quajt edhe kulla e gjakut, për arsye që u kon burg. Kurse sot njerëzit e përdorin si muze edhe për atrakcion turistik. Pra ka himje që mujna mund gjit nalt me pasë çfarë pamje ka, po të shohmi nëse është drejt valla hipi. Po kena me vetë çmimet edhe e shohmi se a kena me i pas kena me i. Okej, tash jam të ecë pak në për qytet, te kulla nuk hipa, realisht nuk ishte shumë shtrejt, ishte 6 euro me i për person, po puna më tha se për 5 minuta më shelet. Çka ka me bo për 5 minuta? S'muj me incizu kur gjo. E për atë arsye nuk hipa hiç, tash jam të shku ta gjena naj kafe me pi, se sot s'kom pi kafe, ka nis pak koka me mëdhim. Apo shqip krija. E kam pa tjetër me cek, përveç se uji që më qetëson këtë që është shumë paqësor për mu, po më qetëson edhe fakti që se kam sugjukin me ma qa kryen këtu me veti. No sugjuk, no stress, happy life, e kështu me radhë, e kështu me radhë. E di që sugja kur ta shohë këtë video, do plase për i natit, po s'kam shka me bë. Kështu është jeta. Shirën e tash, ta thirin i metin, ta plasi pak. Ku i e be? Që të shu porosia. Oh! Oh! Life is good. Beautiful. Shavet bo, shët që jem se qështu e ka jeta. Plas. Une na për deti. Pse të vëni nati, Allah, më zdojre i nati. S'ka nevoj me të ardhi i nati, hiq. Aj më sëm penga, aj më sëm penga. Ja nana telefonin. Ullëm pak me pushu shtu në kafe, 3,60 € espresso, Allah. Veç pse she ujin, 3,60 €. Nëse s'ka lidhe tash me s'bona si sugjuki i ngusht, e di se ajt i cjafsho. S'ka lidhe, veç do shta mju kaldu që 3,60 € espresso ja kanë. Në qajrë qonë, 50 cent e kini. Nëse sa ti 50 cent, po ajt, s'ka lidhe. 1 euro është edhe ati. Mos hajde një Greqi, se s'kem koka. Unë e di që vetë sa e krytëm kafën, po to hetë se posh një Starbucks edhe u desht mu nala pet me pi kafe. Starbucksin e kam qef, që që ta porosit me një kafe për Starbucks, t'ja bëjmë hadejti. E krytëm obligimi.
Pra njerëz këtë objektin që jeni të pa, mas meje, do më thonë, rreth vitit 306 është ndërtu nga perandori Galerius si monument për varin e tij. Do më thonë, e ka bo hazër me pas varin këto. Po mas një kohë tani kjo shndrohet në kish. E tani mas një kohë tjetër me ardhin e perandorisë osmane këto këtë kishën e shndrojnë në xhami. Edhe sot e kësaj dite do më thonë, jeni të pa që minarja është këto, edhe kjo ku konë xhami. Do më thonë, 3 transfere i ka pas. Monument për var, kish, xhami. E tash transferi i 4 është muzej. Do më thonë, njerëzit vinë, turistat e vizitojnë. Mrena ka gjona antike që i kanë mejtë prej asaj kohe. Po unë nuk e po shtarësëshme me him shumë mrena se u dëshke me prit rem për me hi. Po e mira është që ky monument Selanikut i jep vlerë historike dhe e bën më interesant historinë e këtij qyteti. Çka është më interesant se shumica e turistëve as që e vrejnë që kjo që këtu është minare. Do më thonë nuk e dinë. Dhe e veta paka shumë parë një turist të shaj. Dish ka kjo? Jo e koni, se kam idejnë. Do më thonë, nuk e dishin që është minare. Kurse qëto mas me që për shifni edhe kjo është një monument edhe thirret harku i galerit. Dhe më thonë, këta e kanë bohe si shej për festim të fitores që e kanë boha lufta, ku e di që kanë boha atëherës. E kanë ardhe dhe kanë bohe qëtë monument, dhe më thonë këshirë, tu i gdhen këto murnat, tu bo vizatime, tu bo gjona. E kanë festu fitoren në këtë mënyrë. Masi që e pom edhe këtë monument, me këshyna i kono me hongër buk ose me eksploru në vend tjetër nëse ka pak ma interesant. Unë e di që shumë e shumë s'kini qef ju me i ka historia të kujt i shka, po në Selanik vllok veç histori mund është me një. Se qyteti është i vjetër, ka monumente, ka histori edhe mund duket interesant, s'di për juve. A nëse ju duket edhe juve interesant, futja një like. Pra njerës, ko marrë të një qendër tregtare, shumica shkupja me bombaki e din këto të kosmosi këtu. Pra, e posh që këtu kisht McDonald's, dhe të mongër buk, du me hi me hongë McDonald's, Allah. Se shkup s'ka McDonald's, e bërëm mu qmalë pa këtu. A sa është qelë, hitë se di, dhe me thonë, atmosfera të më duk, tej mase, që sa të punu. Po nëse kena na fak, fati do të na busqesh. Me rënsi dirë të hapën. Mira. Jam të usilë në për qendër tregtare se jam të gjetë ka McDonald's. Që dhja, ndoshta dhe s'ka u lakë të McDonald's. Ama në Google Map ma qiti që ka, ku e di. U dësh me dalë për qendrës tregtare se McDonald's i qëtë dikun ishtë. Në më thonë jashtë ko ka. Së në gjeta mrejna? You are a YouTuber. Kështu që... Qëtu është? You are a YouTuber. Yes, I am. Say to my subscribers to make like in this video. Like and subscribe. What's your channel? Alaudin Mustafa. 1 minute. Subscribe. 2 grek. This is my channel. Ah, this is your channel? Oh, Yeah. I got an accident here. Yeah. Give me high five. Yes, sorry. So, see you. Thank you very much. Bye. 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 Mita anglishtën. Mi porosit keq to. Mbi të gjitha është më pëlqy ambienti. Une qëtu jashtë e kosmosi s'jam konë më herët, veç më rejna të qendra tregtare jam sill, ama do më thonë pëlqejka. Koha e mirë. Qka do ti Alaudin Mustafa ma shumë nga jeta? Valla me më falni ama me njën, s'muj mi o kalzu. Shumë kom ma, veç qëta për e kalzoj. Kana se po mbe hamburgerit. Kjo është fileto peshki. Hamburger me fileto peshki. E kam qef shumë. Edhe do pije, do sene, do sosa për diçka. Kështu që të ha buk edhe shihmi mas nej. Pra njerë, sa po kena dalë prej qendrës tregtare dhe këtu e kena një macë greke, zez, një Black Panther. Mos o tutve se s'jam të bo kur gjo, o majmo. Kështë e sos videon, kështë e sos, doshta me ti me sos, hik. Pro njerës, këtu është edhe fundi videos, edhe për marketin, për shkega shkupi.
Ju shpresoj të keni ngel të kënaqur për kësaj videos. Shpresoj që sado pak e kum bu mundi mirë. Mos harroni me bo like, subscribe, leni një koment se çfarë video keni qef me bone, ose në për cilat vene keni qef me shku me vizitu, edhe me bo review qytetit. Zdia e bona mirë që të review qytetit, po me aq mundësi sa pata, edhe me atë kohën e limitume që e pata, u mundoha me bo diçka. Për atë arsye, bëni një like, futja një subscribe, shkruni në koment nëjsen se çka keni qef me bo. Peace out!